Aktiviteti tradicional i Teatrit Migjeni në bashkëpunim me Zyrën Vendore të Arsimit dhe Gjimnazet e Shkodrës, i titulluar Teatri i të Rinjve, nisi të hënën me 2 mars dhe do të zgjas deri më 9 mars. Janë grupe teatrale të 8 shkollave të mesme, të cilat kanë përgatitur pjesët e tyre dhe do t'i shfaqin në mënyrë të programuar gjatë këtyre ditëve në skenën e Teatrit Migjeni. Misioni i këtij festivali është që me sjell të rinjt në teatr, me eduku nëpërmjet artit dhe për artin, që me vazhdu më arë në teatr edhe pas festivalit, po ashtu edhe me zbulu talentat rinj që ma vonë munden më rikthy si profesionist në këtë teatr edhe kështu krijon vazhdimsinë. Jam shumë i lumtur që kemi pjesëmarrës 8 shkolla, ku rreth me janë edhe regjisor që kanë drejtu edhe kanë përgatitur këto shfaqje. Nga sot deri me datën 9 do kemi çdo ditë shfaqje në Teatrin Migjeni në orën 17, edhe jena të tanë të mirë pritën që më ardhë me shiku këto talenta të rinj. Është shumë kënaqësi që me pa brezin e ri që vjen teatr mu eduku përmes artit. Një brez tek i cili kena pas shumë paragjykime të drejtën, por na kanë tregu që është një dritë e madhe në fund tunelit. Jam shumë e lumtur që jam pjesë e festivalit, edhe pres që të përfaqësohen sa më mirë. Unë kam përgatitur shfaqjen me shkollën 28 nënori edhe shpresoj që çdo gjë të shkojnë sipas planeve. Për mu personalisht është viti i 6 që jam si regjisor në këtë festivalin e të rinjve. Këtë vit kam gjimnazin Osokuka dhe është gjithmonë një kënaqësi dhe një përgjegjësi e madhe për të rit, sepse ata presin nga ti dhe mundohen me dhënë maksimumin brenda mundësive tyne. Por unë kam vure në këto 7 vite që çdo brez evoluon dhe është edhe më inteligjent dhe i kap gjanat çdo vit e më shpejt. Ky aktivitet hapet me pjesën teatrore të shkollës Marif dhe mbyllet më 9 mars me shfaqjen e grupit teatral të gjimnazit Jordan Misja. Gjatë kësaj periudhe shfaqjet do të nisin çdo ditë në orën 17 në Teatrin Migjeni.